Zonja dhe zotrin, mirë se vini në edicionin qendror informativ. Jemi në Blu Televizion, do të ndalemi pikërisht te rasti i sulmit të 4 vjeçares ditën e djeshme nga qeni Pitbull, një ditë më parë, duke sjellë edhe një herë në vëmendje gjendjen alarmante nga qend në Vlorë, qytetin ku me 10 qene ndacak shëtisin të lirë dhe pa probleme. Por jo vetëm, edhe 4 putroshët me pronarë që shëtisin pa zbatuar asnjë rregull, duke u kthyer në rrezik për qytetarët. Rasti i sulmit të 4 vjeçares nga qeni Pitbull një ditë më parë solli edhe një që në Vlorë, në qytetin ku me 10 qenë e ndacak shëtitin të lirë, në qytetin dhe nga ana tjetër qenë me të zot që shëtitin pa zbatuar asnjë rregull, duke u kthyer në rrezik potencial për banorët. Shumë prej qenëve ndacak janë të pa vaksinuar e të tjerë të pa matrikuluar, duke u kthyer në shqetësim dhe rrezik për qytetarët. Qytetarët thonë se situata është e tillë prej vitesh, ku qenë të ndacak janë një rrezik konstant, pasi shpesh kanë sulmuar banorët e qytetit, por edhe të huajt turist. Fajtor janë vetë të zotët e tyre, të cilët i kanë braktisur këto kafsh, ose nuk zbatojnë rregullat kur shëtisin me ta. E më pas, me faj, sipas qytetarëve është edhe pushteti, i cili nuk merr masa. Masat që duhet të merren sipas qytetarëve janë krijimi i stresave ku kafshët të qëndrojnë e të strehohen. Faji është i atyre që i kanë mbajtur, i kanë trajtuar, i kanë lënë jashtë shtëpive, qenë. Nuk është e mirë se ka njerëz që tremen, që shqetësohen, fëmijët e vegjël. Po problemi gjithmonë është e njerëzit, ata që i kanë abandonuar. Rrezikse kafshësh e pa trajtuar. Po e le abandonove, ajo do kërkoj ushqim për veten e saj, agresohet e normale. Ka pas raste kur ju kanë sulmuar ju? Mua jo. Të tjerët këtë? Po kam parë një rast këtu. Ishte një moshatar me baston i shkreti, ishte një 3 qenë. Pastaj vati një zonjë ndihmoi. Çfarë duhet bërë, cila është zgjidhja? Po zgjidhja është që do të grumbullojnë në pika të caktuara ku janë që mirëmbahen kafshët, kupton? Strea. Gjynase ato janë gjë gjallë me shpirt. Ajo është problemi të vegjël e për të mëdhenj. Jo vetëm për moshën tonë. Pse është? Është problem se ata mbajnë infeksione. Ata mbajnë lloj sëmundjes. Edhe po të kafshoj ai, këtu nuk ka edhe doktorat të marrin dorëzim. Ndërkohë, çfarë duhet bërë, si është zgjidhja? Atë të bëj bashkia të punë. Bashkia t'i mbledhi, t'i sterilizoj, t'i mbledhi në një vend të përshtatshëm, qoftë të kujdeset për ta, qoftë edhe të eliminoj. Ka pasur raste që janë sulmuar? Vjet po, si vjet s'ka filluar turizmi akoma. Juve vetë jeni sulmuar ndonjëherë? Jam sulmuar, po atje tek dominote universiteti. U dëmtove në shëndet? Jo se pata një këm karrika atje që në ato të sfyrat e godita me atë dhe ikuaj. Ke shpresë se do merren masa? Shiko, me këtë pushtet që kemi ne, me këtë qeveri që kemi ne, masa tona e kësa qeveria janë për të na eliminuar edhe ne fare, se neve kemi vajtur atje ku s'mban më. Kemë të qytetarët? Që në ca kanë shumë kohë që vinë këtu vërdalla. Bile, gjithë mua më kanë heqë me, si shpejke me bicikletë më kanë përzën, 4-500. Problematikë, në bashkia duhet marri masa për ta. Janë të rrezikshëm? Po shumë të rrezikshëm. Se ke që është se vinë nga qytetet e tjera, vinë e i marrin e i lëshojnë këtu. Çfarë duhet bërë në këtë marri masa? Çfarë masa? Masa duhet marri bashkia. Edhe i ka masa. Strehimi bërë më tepër puna apo po patjetër edhe strehimi dhe sterilizimi, të dyja bashkë. Pre të merren masa? Se besoj. Nuk e besoj. Lëvizje i lirshëm, po ja këtu në plazh për shembull të rrezikuar janë. Herë këta turen. Dhe në lagje janë dhe po anagjore këtë gjitha tjera janë. Dhe nuk e kuptoj pse nuk merret asnjë masë tani. Çfarë masat duhet marrë bashkia? Po t'i grumbullojnë më para i vristin në kohën e diktaturës. Vasha, lutem. Ai që nuk vlen më. Pse? Normalisht kundra vrasjes pa, duhet i strehojnë. Dakord. Atëre ti mbledhi. Duhet i strehojnë. Patjetër. Është problem edhe sterilizimi? Shumë fare. Se po të bëhet ajo, nuk do ketë shumim të këtyre specieve. Ka pasur raste që u kanë sulmuar juve? Vjet jam këtu te plazhi, se unë këtë rrugë e bëj, kam vite që e bëj për ditë. Po. Dhe çfarë kanë ndodhur? Motorën kështu ula jo të mirja do i nguro tremën dhe u larguan. Një shoku tim që bëj plazh me të, i erdhi nga mbrapa e shtiu e për plasi. Po pa e ka fshuar.
Kështu sipas qytetarëve në Vlorë, procesi i vaksinimit të 4 putroshve është më shumë se i rëndësishëm, pa lënë mënjanë edhe sterilizimin e tyre për të parandaluar shtimin në numër të qendve endacak. Edhe në repartin e mikrokirurgjisë pranë urgjencës së Spitalit të Vlorës konfirmojnë raste të shtuara të referuara si pasojë e kafshimeve nga qendët e Ndacak. Gjatë një interviste për Blu Televizion, mjeku Piro Gjoka shpreh se veçanërisht të rritja e temperaturave keq ndikon në reagime të tilla në rrezikshmëri të 4 putroshve. Qendët e Ndacak janë kthyer në një problem serioz për qytetarët e Vlorës, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë e tyre. Në repartin e mikrokirurgjisë pranë urgjencës së Spitalit të Vlorës konfirmohet se ka patur raste të referuara si pasojë e kafshimeve. Sipas mjekut Piro Gjoka, qendët e Ndacak janë mjaft të rrezikshëm. Reagimi i tij vjen edhe pas një rasti të një dite më parë, ku një fëmijë 4 vjeçar u sulmua nga një qen. Gjoka thekson se me rritjen e temperaturave shton edhe rastet që paraqiten në spital nga kafshimet e qenve. Megjithatë, dhe gjatë periudhave të tjera nuk kanë munguar raste të tilla, madje në ditë të veçanta janë regjistruar deri në 4 apo 5 raste. Sipas tij, qytetarët duhet i drejtohen me njëherë spitalit në çdo rast kafshimi, ndërsa kërkohen masa konkrete për menaxhimin e qenve Ndacak. Tani që do filloj bëri tani me të raste jo të referuara, por ka shumë. Dhe personat që ndodh diçka e tillë, gjëja e parë që duhet të bëjnë direkt në spital. Të marrin trajtimin e dur dhe të bëjnë tetanozin. Sa thën. Sepse vetëm nga termi, do të thënë që rrugësh, do të thënë që nuk i mbartin një infeksion. Një sër mikrobe të infeksionesh. Dhe të kemë kujdes durin largo, dhe çfarë themi, se normalisht tani është. Po gjatë kësaj periudhe ka patur raste që janë sjell këtu? Marrë dhe rastet e dieshëm, por edhe raste të pashme. Ka patur? Ka pasur. Ile ka pas raste që ka sjellë ambulanca, ka pas dhe raste me të që kanë ardhur vetë. Po që pjesa më e madhe s'kanë qenë si djali vajzë, do kanë qenë goxha më të lehta. Sa raste sa të rrezikshme janë kafshimet e qenve? Atëre, kafshite varet domethënë nga plaga. Varet nga domethënë nga lloji i plagës, varet domethënë edhe nga thellësia e plagës. Ka të bëjë shumë dhe sepse sa më thellë të jetë, aq më infektuar është domethënë indi ose aty kush bër kafshimi, ajo zonë, më kupton? Një këshilla juaj që drejtoni ju si spital, si repart, ndaj masave që duhet të marren ndaj këtyre qenve Ndacak. Atëre të jetë për mua mos të ketë fare që në Ndacak, por të jetë për mua, do të thënë si nuk po flas si personal, flas si qytetar, sepse në fund jemi familjar, pastaj jemi personel, do të thënë që është për mendimin tim janë problem shumë i madh. Problematika e qenve Ndacak mbetet shqetësuese. Në Vlorë nuk kanë munguar rastet kur qytetarët janë sulmuar prej tyre, ndërsa rritja e temperaturave shton edhe më shumë rrezikshmërinë. Do të vijojmë me të tjera zhvillime investimi për rikonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit. Në shifrën prej 109 milion lekësh duhet të përfundojë brenda 120 ditësh, por punimet janë me ritme të ulta. Në kantier të zë syri vetëm 2 punonjës, çka vën në pikpyetje respektimin e afateve dhe përfundimin në kohë të projektit. 109 milion lekë është vlera e investimit për rikonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit të Vlorës. Afati i punimeve është përcaktuar në 120 ditë, siç edhe shihet në tabelën informuese. Por ajo që mungon në këtë tabelë është data e nisjes dhe përfundimit të punimeve. Në fakt, nga vëzhgimi i kryer në kantier duket se punimet po ecin me ritme mjaft ngadalta, ndërsa brenda kantierit janë vetëm 2 punonjës, të cilët janë duke marrë me punimet për rikonstruksionin e këtij reparti, çka ka ndikuar padyshim edhe në vonesën e punimeve. Investimi prej 109 milion lekësh është parashikuar për rikonstruksionin e repartit të patologjisë në Spitalin Rajonal të qytetit. Punimet sipas afatit kontraktual duhet të përfundojnë brenda 120 ditësh. Megjithatë, ajo që mungon është transparenca mbi datën e saktë të nisjes dhe përfundimit të tyre. Një tjetër shqetësim lidhet me ritmin e ulët të punimeve. Në kantier janë konstatuar vetëm 2 punonjës, duke vënë në pikpyetje respektimin e afateve dhe përfundimin në kohë të projektit. Punimet realizohen me financim të Ministrisë së Shëndetësisë dhe Mbrojtjes Sociale, e cila është edhe autoriteti kontraktor. Vlera e investimit arrin në 109 milion lekë pa TVSH, ndërsa afati për përfundimin e punimeve është përcaktuar 120 ditë. Rikonstruksioni i këtij reparti është mjaft i rëndësishëm, por ritmet aktuale të punës mbeten të ngadalta. Ky është një tjetër projekt që rrezikon të mos respektojë afatet, pavarësisht rëndësisë që ka.
Ajo që mbetet për tu parë është se kur do të përfundojë ky projekt, pasi me ritmet aktuale, ai ka gjasa të tejkalojë disa hera fatet e përcaktuara. Peshkimi në Vlorë mundësohet jo vetëm në det apo lum, por dhe në lagun. Sipas ekspertit të zonave të mbrojtura në Gjip në Hysolakoj, laguna e Nartës përveç se është një ekosistem ujor me vlera për biodiversitetin, është dhe vendi ku peshkatarët mund të peshkojnë në koce, qefull dhe levrek, duke zhvilluar një traditë ndërbresa. Në qytetin e Vlorës mund të peshkosh jo vetëm në det apo lumenj, por edhe në lagun. Në Gjip Hysolakoj, ekspert i zonave të mbrojtura, thotë se një traditë e hershme në qytet është dhe peshkimi në lagun, ose siç njihet ndryshe në ngjol, favorizuar nga ekosistemet e shumta ujore që ka qyteti ynë. Sipas Hysolakoj, laguna e Nartës është një ekosistem ujor me shumë vlera për biodiversitetin, por nga ana tjetër është një vend ku peshkatarë të shumë çdo ditë peshkojnë koce, qefull, lebrek, duke zhvilluar njëherët një traditë ndërbreza. Vlora është rrethuar nga ekosisteme natyrore me rëndësi të madhe për biodiversitetin, duke përfshirë këtu dhe sipërfaqet ujore ku janë lagunat apo ngjolat siç i quani ju. Pra po ta shikojmë në hartë në veri Pishporo Nart me lumin Vjosa. Pra që cila njihet për lagunën e Nartës, edhe për disa laguna tjera më të vogla, por duke vazhduar me lagunën e Orikumit, pra dhe me Karaburunin si park detar, pra Vlora në vetvete është rrethuar nga këto zona të mbrojtura, nga këto ekosisteme që kanë vlera të larta të biodiversitetit. Pra shpallja e tyre është bërë sepse vlerat e biodiversitetit janë në një nivel të tillë të cilat i përmbushin kushtet për të marrë një status të tillë. Ajo që po diskutojmë bashkë është që laguna e Nartës ka vlera shumë të larta. Pra është një sipërfaqe ujore e rrethuar edhe nga laguna tjera më të vogla, por jo më pak të rëndësishme nga ajo, sepse në veri është Kallonga, pastaj kemi lagunën Limpua, që është një liçen shumë i vogël, por me status si monument natyrës, e cila njihet, pra tradicionalisht njihet për atë sasitë peshkore, edhe si aktivitet social, pra që është kryer ndërshekuj nga banorët e zonës, sepse aty popullohen disa lloje peshqish, pra që janë të njohur, pra nuk është se janë të veçantë, por duke filluar nga kocja, levreku, qefulli e të tjera. Sipas Hysolakoj, një specie tepër e veçantë që e krijon habitatin e saj në lagun është dhe ngjala, e cila në lagunën e Nartës gjendet më së shumti në numër, por ngjala mbetet edhe një specie për të cilën nuk ka shumë informacione, ku sipas ekspertit të zonave të mbrojtura, nuk ka ende një katalog mbi llojet që gjenden në të. Ngjala është një specie që banon në të gjitha lagunat bergetare të Shqipërisë, pra edhe në Karavasta, edhe në lagunën e Nartës, si ashtu edhe në të Orikumit, por ndoshta sasia më e madhe peshkore për shkak të kushteve të përshtatshme dhe të sipërfaqes si ka laguna e Nartës, pra është një numër më të konsiderueshëm si specie. Në Gjip Hysolakoj tregon gjithashtu se shumë familje jetojnë në lagunën e Nartës nëpërmjet peshkimit. Sipas tij, peshkimi i ngjallave, kryesisht por dhe i llojeve të ndryshme të peshkut, është baza e ekonomisë së tyre. Hysolakoj thotë se ky peshkim zhvillohet me rregulla të përcaktuara në ligjin e peshkimit dhe ligjin e zonave të mbrojtura. Ligje këto të cilat përcaktojnë llojin e rrjetave që përdoren e deri tek periudha e peshkimit. Nuk kemi akoma një vlerësim të tillë për të bërë edhe si specie, po edhe si habitat, po edhe si popullat, por nga ato që ne marrim të dhënat e peshkatarëve ose të dhënat që trajtohet në studime të ndryshme, tregojnë që laguna e Nartës është një habitat i rëndësishëm për të specie të veçantë. Shumë familje jetojnë në lagunën e Nartës, pra tradicionalisht prej shekujsh, janë ushqyer, po e them kështu në mënyrë më të thjeshtë, pra me lagunën e Nartës, sepse është një po themi një zonë me vlera të larta edhe sociale. Ato mbrohen me ligj, pra ka një ligj i peshkimit i cili i lejon, ka disa kushte, kritere pra të ushtrimit të këtij aktiviteti, duke filluar që nga përdorimit e rrjetave, periudhat e peshkimit që është kryesore, pra nuk peshkohet në periudhën e hedhjeve të vezëve, por peshkohet në gjithë pjesën tjetër, pra që të vitit. Pra gjitha ky aktivitet është i rregulluar, kuptohet me ligj dhe ka dy ligje në këtë ligji i peshkimit, një po njëkohësisht dhe ligji i zonave të mbrojtura. Përgjatë mjedisit të mbrojtur Pishporo Nart janë disa ekosisteme ujore në të cilat kanë krijuar habitate me qindra lloje speciesh ujore, ku më të shumt në numër janë peshqit e llojeve koce, levrek, qefull apo dhe ngjalat.
Do ndalemi tek ekonomia dhe përballja Rusi-Ukrainë dhe tashmë tensionet në lindjen e mesme, të cilat kanë shkaktuar një rritje të çmimit të pronave. Sipas agjentes imobiliare Elona Mone, rritja e çmimit të lëndëve të para dhe transportit ka ndikuar drejt për drejt në sektorin e ndërtimit, duke sjellë rritje të çmimeve si blerjen e pronave ashtu dhe në qerat. Situata e kryuar pas dy konflikteve të fundit duke nisur nga përballja Rusi-Ukrainë dhe tashmë dhe tensionet në lindjen e mesme, ka shkaktuar një rritje të çmimit të pronave. Avokatja dhe agjentja imobiliare Elona Mone thekson se rritja e çmimit të lëndëve të para dhe transportit ka ndikuar drejt për drejt në sektorin e ndërtimit, duke sjellë rritje të çmimeve si në blerjen e pronave ashtu dhe në qerat. Pavarësisht kësaj situate, si në rastin e parë, ashtu dhe nga konflikti në lindjen e mesme, Vlora dhe Shqipëria janë parë si vende potenciale për të investuar nga të huajt. Kjo vjen dhe për shkak të ndikimit relativisht të ulët që kanë këto konflikte në vend. Patjetër, lufta në një koncept të caktuar ka të bëjë sigurisht me një ndryshim psikologjik sa i përket edhe blerjes në rastin konkret dhe investimit në pasuritë e paluajtshme. Ne kemi pasur dy tendenca. Në rastin e luftës së parë kemi pasur tendencën e rritjes së çmimeve për dy arsye, sepse lufta normalisht sjell edhe rritje të lëndës së parë, që në rastin konkret është transporti, energjia, këto ndikojnë edhe në koston e ndërtimit. Dhe kjo ka ndikuar që çmimet të rriten, por nuk ka ndikuar në pjesën e të huajve, të cilët kanë pasur një probabilitet më të lartë për të blerë në Vlorë, siç kanë qenë në rastin konkret pakicat ukrainase, të cilët kanë pas një tendencë për të blerë dhe për të marrë me qerat, dhe sidomos për të investuar apartamente me B&B. Pra e kanë parë si mundësi shumë të mirë ekonomike në një kohë që vendi i tyre u përball me luftë, ndërsa në rastin e dytë që po përmendim për luftën që sapo ka nisur, paraqitet pothuajse e njëjta situatë. Kemi një ulje të kërkesës në tregun imobiliar aktualisht, por njëkohësisht kemi një tendencë nga investitorë të huaj, pra nga shoqëritë të huaja, të cilët duan të investojnë në këtë kohë në Vlorë për arsye sepse është një vend me një rrezik shumë të ulët dhe jo potencial sa i përket prekjes nga lufta. Megjithatë, gjatë kësaj situate të krijuar nga konfliktet, edhe Shqipëria është prekur nga rritja e çmimeve. Sektori i ndërtimit mbetet më i prekuri edhe për shkak të rritjes së kostove të transportit, karburanteve dhe lëndëve të para. Kjo ka sjellë dhe rritje të çmimeve të banesave, por dhe të qerave. Kriza e re e çmimeve dhe ulja e ndjeshme e fuqisë blerëse si pasojë e luftës në Iran po çojnë drejt boshatitjes tregun e frutaperimeve të Fierit. Nga 75 tregtarë sot numërohen vetëm 35, ndërkohë që qytetarët shprehen se rritja e çmimeve është e papërballueshme dhe se prodhimet me çmim të lartë i kanë hequr nga lista e blerjeve. Kriza e re e çmimeve dhe ulja e ndjeshme e fuqisë blerëse si pasojë e luftës në Iran po çojnë drejt boshatitjes tregun e frutaperimeve në Fier. Nga 75 tregtarë, sot numërohen vetëm 35 të tillë. E shkak kryesor i largimit të tyre mbetet pamundësia për pagesën e taksave, e duke çuar drejt falimentit të plot këtë treg shumëvjeçar. Ndërkohë qytetarët shprehen një zëri se rritja e çmimeve është e papërballueshme, e se prodhimet me çmim të lartë si domatja, specat apo kastraveci i kanë hequr nga lista e blerjeve. Si ju duken çmimet? Shumë të larta janë. Ja, 5 sallator, 1.500 lekë, 1.700 lekë kilja. Do ma dhe 2.300, pensionista e mine. Sa të bëjmë? Nga sa kishit planifikuar që të pensionisni sot, keni reduktuar? Nga pak gjera këshu, nga të gjitha nga pak. Sa të bëjmë ne? Duke parë këtë trend në rritje, mendoni se është e papërballueshme? Përballueshme, 1.500 lekë marim, 3.000 lekë marim burë grua. Ilaçe. Bani tjetë? Po, që të bëjmë të shënë? E qik ngritje ka. Po, ta që të përballueshme s'jam, pensionista e mine, aq marim. E vërtet është se nuk këve shteti dorë për ne. Me bukra se këta punojnë për vetën e tyre. E di që ka arru një kom, po punojnë këta fatkeqe dhe po hanë këta barkë dreket. Kështu ka vajtur sot. Por, dhe shikoj me shpresën e Zotit, ma se bet më mirë. Nëse vazhdon rritja? Se atëre, pasaj do përjashtojmë ngrënin nga çdo gjë e mundshme. Do rrim tek pjesa asaj fukaralleku që kemi qenë tërkohën. Edhe bar do ham. Po bar do ham, se s'kemi arritur deri atje po. E vërtet është që themi që të rritet mirë që janë. Kjo është më e bukur. Erdhët për të blerë? Për të blerë. Pse nuk blet?
do blejnë kjo poshtë. Ma shu, si them unë, është malli qik mi mirë. Ju duken të shtrenjta tani? Po, ka të shtrejnë, ka të lira, të shi qatë themin e. E përballoni dot? Po, edhe ne pensionistët dhe se përballojmë dot. Nuk e përballojmë dot. Në racion? Po, janë shtrejnë, ne pensionin kemi tullë. Shumë të larta e shikon ti, që presha spinaj për marim. Mire domate me 3.500 lek, më të janë gjera shumë të që. Ne kemi pensionistën e se përballojmë do të fare. Shumë e vështirë është bërë jeta. Neve doham buk me presha, buk me djathë. Ne s'kemi nga i japim, ne nuk e marim verë se janë shmimet kaj të larta. Sërse është këto ditë, për shamu. Shmimet kanë qenë të larta, janë ngritur shpejt, se shumë ngritur sot, apo për një javë. Janë ngritur shumë. Shumë vështire kemi. Megjithatë do mi jetoj me kaq sa të mundemi, nuk kemi qa bëjmë. Shumë vështirë me to. Çmimet disa janë në qiell. Ato tjerat zakonisht janë në tokë. E keni të vështirë t'i bleni tani? Nuk blem fare, ato që janë qiell nuk ashtu dot. Janë të ndaluara tani. Edhe dhel për kështu thanë, donte të ashtu, po janë pa pjekur tha, për rrushin. Pensionistët duket se janë të parët që preken nga kriza e çmimeve. Pensionet e ulta i detyrojnë të reduktojnë sa të munden blerjet, dërsa theksojnë se pa ndihmën e fëmijëve nuk mund t'ia dalin dot. 2 kokra moll 100 lek, domatja 350 lek, pa ndihmën e fëmijëve futemi e dalim bosh në treg, thot një pensioniste. Si ju duken çmimet? Shumë të kripura. 2 kokra moll 1000 lek. 2 kokra moll 1000 lek. Domatja 3500. Futemi mi që na mbaj fëmija. Pa ndihmën e fëmijëve? Nëse vazhdon rritja? Ja, do ullet. Kështu thonë. Zoti është me fukaran, s'është me agan. Edhe pse qytetarët janë përballur shpeshherë me rritje çmimesh, veçanërisht në prag të festave, një situatë kaq e zymt dhe e pashpres nuk është ndier asnjëherë më parë në këtë treg simbolik të qytetit të Fierit. Do të ndalemi në turizëm. Ksamili, ndër destinacionet më të kërkuara turistike në jug të vendit, ka njohur vitet e fundit flukse të larta vizitorësh që kanë nxitur edhe plotësimin e infrastrukturës së shërbimeve. Rruga e re, investimi më i fundit, pritet të përfundojë para fillimit të sezonit turistik, duke garantuar lehtësim të trafikut dhe akses më të organizuar për vizitorët dhe komunitetin lokal. Ksamili, ndër destinacionet më të kërkuara turistike në jug të vendit, ka njohur vitet e fundit flukse të larta vizitorësh që kanë nxitur edhe plotësimin e infrastrukturës së shërbimeve. Një ndër investimet më të rëndësishme në këtë drejtim është edhe rruga e re, që përfshin trotuarët panoramike dhe korsitë e biçikletave që shtrihen nga Ksamili deri tek kryqëzimi për plazhin e Bulbardhës. Investimi pritet të përfundojë para fillimit të këtij sezoni turistik, duke garantuar lehtësi të trafikut, si dhe akses më të sigurt e më të organizuar për vizitorët dhe komunitetin lokal. E cilësuar shpesh si Maldivet e Europës për shkak të plazheve me rërë të bardhë dhe ujë të kristalt, Ksamili tërheq çdo vit mijëra vizitor vendas dhe të huaj. Rritja e cilësisë së shërbimeve dhe investimet në infrastrukturë, kombinuar me bukurinë natyrore, plazhet dhe pasuritë kulturore e bëjnë Ksamilin një potencial të madh për zhvillimin ekonomik dhe promovimin ndërkombëtar të turizmit. I shtrirë midis qytetit të Sarandës dhe parkut kombëtar të Butrintit, një zonë me rëndësi historike dhe kulturore, pjesë e trashëgimisë botërore të UNESCO-s, Ksamili mbetet ndër zgjedhjet kryesore, veçanërisht për turistët e huaj, duke ofruar një paketë plot turistike që ndërthur natyrën, historinë dhe relaksin. Duke nisur nga 10 prilli, do të ndryshojnë rregullat e udhëtimit drejt Europës me vënien në funksion të sistemit të ri të hyrje e daljeve. Me këtë ndryshim, vula tradicionale në pasaport do të zvendësohen me regjistrime digjitale të hyrje daljeve nga territori BE-s. Duke nisur nga 10 prilli vitit 2026 do të ndryshojnë rregullat e udhëtimit drejt Europës, pasi do të vendoset të plotësisht në funksion sistemi i ri hyrje daljeve ES. Ky sistem hyri në fuqi më 12 tetor të vitit kaluar në 29 shtete europiane, por funksionimi plot i tij nis nga 10 prilli këtij viti.
Me këtë ndryshim, vulat tradicionale në pasaport do të zvendësohen me regjistrime digjitale në hyrje dalje nga territori i Bashkimit Evropian. E njëjta praktik do të funksionojë edhe për një shtetas që nuk është pjesë e Unionit, të cilëve u refuzohet hyrja në shtetet e Bashkimit Evropian. Asgjë nuk do të ndryshojë për qytetarët evropian. Sistemi i ri është menduar vetëm për udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian, të përjashtuar nga detyrimi për vizë, si ata që vijnë nga Mbretëria e Bashkuar, Shtetet e Bashkuara të Amerikës, Izraeli, Japonia, Brazili si dhe shumë vende të tjera, të cilat hyjnë ose dalin nga zona Schengen për qëndrime afatshkurtra, domethënë për udhëtime deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh. Sistemi i ri synon të shkurtojë radhët në pikat kufitare, pasi zëvendëson vulën manuale në pasaport me një kontroll plotësisht digital. Të dhënat biometrike të pasagjerëve, gjurmët e gishtrive, njohja e fytyrës, skanimi i risit regjistrohen së bashku me emrin, datën dhe vendin e hyrjes apo daljes së tyre. Përpara se sistemi i ri të mund të përshpejtojë realisht kontrollet në kufi, duhet bërë një regjistrim paraprak. Udhëtarët jashtë vendeve të Bashkimit Evropian do të kryejnë këtë drejt për drejt në terminalet automatike të vendeve në zona të posaçme, të aeroporteve ose pikave kufitare. Procesi është i thjeshtë. Termali skanon pasaportën, mbledh shenjat e gishtrimeve dhe bën një fotografi të fytyrës së pasagjerit. Policia njofton se gjatë 24 orëve për vepra të ndryshme penale ka vënë në pranga 2 shtetas dhe ka nisur procedimin penal për 3 të tjerë. Ndërkohë në fshatin Berdenesh, Saran, në murin e jashtëm të banesës private të një shtetase, dyshohet se është vendosur lëndë plasëse, e cila shkaktoi dëme materiale. Specialistët për hetimin e narkotikëve në Drejtorinë Vendore të Policisë Vlorë arrestuan në flagrancë një 39 vjeçar banues në Vlorë. Gjatë kontrollit fizik dhe në banesën e tij u gjetën dhe u sekuestruan në cilësinë e provës materiale 2.14 gram lëndë dyshuar narkotike llojit cannabis sativa dhe 1.44 gram lëndë dyshuar narkotike llojit kokain. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në komisariatin e policisë Saranda arrestuan në flagrancë një 48 vjeçar banues në Ksamil, i cili në rrugën Hasan Tasini, duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur, ka aksidentuar një fëmijë 2 vjeç, teksa i mituri ndodhet në spitalin e Sarandës nën kujdesin e mjekëve. Gjithashtu është ndaluar dhe një 48 vjeçar banues në Sarandë pasi në rrugën Vangjel Pandi u kap duke drejtuar automjetin në gjendje të dehur. Specialistët për hetimin e krimeve në komisariatin e policisë Vlorë referuan materialet në prokurori dhe shpallën në kërkim. Shtetasin EH38 vjeç banues në Vlorë, pasi dyshohet se gjatë natës në datën 5/4/2026 në lagjen Pavarësia tek Pallati i Aleksandria ka dëmtuar xhamat e dyerve të 2 subjekteve në pronësi të shtetasit EP, duke tentuar të vjedh pompën e ujit. Vion puna për kapjen e tij. Po këta specialistë referuar materialet në prokurori ku nisi procedimi penal për shtetasin HB 87 vjeç, banues në Vlorë, pasi në lagjen 10 Koriku, qeni i tij racës Pitbull, ka kafshuar një 4 vjeçare e cila mori mjekim në spital dhe ndodhet jashtë rrezikut për jetën. Qeni u mor në dorëzim nga shërbimi i mbrojtjes së kafshëve pranë Bashkisë së Vlorës. Specialistët e seksionit të trafikut urban dhe interurban në Drejtorinë Vendore të Policisë së Vlorës referuan materialet në prokurori dhe ku nisi procedimi penal për një 17 vjeçar banues në fshatin Peshkëpi, i cili në rrugën Demokracia u konstatua duke drejtuar automjetin pa leje drejtimi. Materialet i referuan prokurorive kompetente për veprimet të mëtejshme hetimore. Ndërkohë në Sarandë, sot në orët e para të mëngjesit në fshatin Berdenesh, në murin e jashtëm banues të banesës private të shtetasit SI, dyshohet se është vendosur lëndë plase duke shkaktuar vetëm dëme materiale. Grupi hetimor ka mbritur në vendngjarje dhe ka kryer veprimet e para për zbardhjen dhe dokumentimin e plotë të ngjarjes. Presidenti i SBA-s Donald Trump e cilësoi si një ditë të madhe për paqen botërore marrëveshjen për armë pushim 2 javor mes SBA-s dhe Iranit, e cila sipas tij mund të shënojë fillimin e një faze të re stabiliteti në rajon. Presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump e cilësoi si një ditë të madhe për paqen botërore marrëveshjen për armë pushim 2 javor mes Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe Iranit, duke theksuar se kjo mund të shënojë fillimin e një faze të re stabiliteti në rajon. Në një postim në platformën Truth Social, Trump deklaroi se Shtetet e Bashkuara të Amerikës do të ndihmojnë në rritjen e trafikut në ngushticën e Hormuzit, duke konsideruar këtë si një hap të rëndësishëm për ekonominë dhe sigurinë globale. Një ditë e madhe për paqen botërore, Irani dëshiron që kjo të ndodhë. Shtetet e Bashkuara do të ndihmojnë në rritjen e trafikut në ngushticën e Hormuzit, do të ketë shumë veprime pozitive dhe shumë para, shkroi ai duke shtuar se Teherani mund të nisë procesin e rindërtimit.
Greqia do të ndalojë qasje në rrjetet sociale për fëmijët në moshën 15 vjeç nga 1 janari 2027. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri grek Mitsotakis, i cili ka dërguar letër presidentes së Komisionit Evropian Ursula von der Leyen, ka kërkuar në kuadër të përbashkët evropian për mbrojtjen e të miturve nga varësia digjitale. Greqia do të ndalojë qasje në rrjetet sociale për fëmijët nën moshën 15 vjeç nga 1 janari i vitit 2027. Lajmi është bërë i ditur nga kryeministri grek Mitsotakis përmes një postimi në platformën TikTok. Prej vitesh dëgohet i njëjti shqetësim nga prindrit, fëmijë që flen keq, që kanë shumë ankth dhe që kalojnë gjithnjë e më shumë kohë përpara ekranit, shprehet Mitsotakis. Por të njëjtën lodhje dhe presion e përshkruajnë edhe vetë adoleshentët, të cilët ndihen të ekspozuar ndaj krahësimit, komenteve dhe nevojës për të qenë vazhdimisht online. Sipas kryeministrit grek, shkenca është e qartë, kur një fëmijë kalon shumë orë para ekranit, truri nuk pushon. Për këtë arsye, qeveria greke do të sjellë ligjin përkatës për miratim gjatë verës së vitit 2026, me hyrje në fuqi në fillim të vitit 2027. Mitsotakis theksoi se Greqia do të jenë ndër vendet e para që ndërmarrin një hap të tillë, por paralajmëroi se qëllimi nuk është largimi i fëmijëve nga teknologjia. Siç u shpreh ai, problemi qëndron tek mënyra se si disa aplikacione janë projektuar për të mbajtur sa më gjatë vëmendjen e të miturve dhe për të kthyer kohën e tyre në burim fitimi. Në Greqi është ndaluar tashmë përdorimi i celularëve në shkolla dhe janë krijuar platforma për kontroll prindëror, ndërsa sipas një sondazhi të publikuar në shkurt, rreth 80% e qytetarëve mbështesin ndalimin e rrjeteve sociale për të miturit. Pak më vonë, kryeministri grek i dërgoi një letër presidentes së Komisionit Evropian, Ursula von der Leyen, duke kërkuar një kuadër të përbashkët evropian për mbrojtjen e të miturve nga varësia digjitale. Në letër ai propozon 5 masa kryesore si verifikim të unifikuar të moshës në nivel evropian, përdorim të detyrueshëm të këtij mekanizmi nga të gjitha platformat, vendosje në një moshë madhore digjitale në 15 vjeç, verifikim të përsëritur çdo 6 muaj dhe një mekanizëm të përbashkët kontrolli e sanksionesh ndaj kompanive që nuk zbatojnë rregullat. Pas Australisë, edhe shtete si Britania, Spanja, Slovenia dhe Austria po shqyrtojnë masa të ngjashme. Ju falenderoj për vëmendjen. Mirupafshim.